Arnold Rokaj i dërgon sërish një SMS Zambak Gjonit, se do t'i shkruaj Rams e hajt t'ja u bëjmë ropt. Pra, Arnold Rokaj e kishte numrin e Rams, dhe Arnold Rokaj sa po të hapte faqen, do t'i dërgonte Rams të dhanat e faqes, hajt t'ju bëjmë këte dhe atë me gjuhën e lubis, se këte gjuhë kishën ata njëri me tjetë, ja paloshe, jo këshu e është gjitha më të. Pra, po, nga përmajtja e këti komunikimi, krijohet bindje arsyeshme se veprimet e tetuarit kanë të bëjnë me ndërhyrje të paautorizuar në sistemet e spakut, me qëllim dëmtimin e tyre përmes shpërndarjes së dokumentave tek persona të tretë, duke ia dërguar Rams dokumentat. Ati thot do ja dërgoj, thot. Në vijim, me datën 21 shkurt, do më thënë 10 ditë më vonë, i heturi Zambak kërkon informacion dhe për arrestim në shtetasit Angela Gaci. Pra, Angela Gacit i kishte ardhur flet arrestin nga antimafia italiane, apo nga shkaqet tjera, ndërsa Arnoldi shprehet, ja ta shikoj njëherë, po qënë si ka kush prokuror e ka, nga këta që ka mund, se ka njëri. Nuk e ka njëri nga këta, se këta i pas të ndarë prokuror, cilë duhet ti hakerojnë. Pra, besoj se edhe unë e kam denoncuar pa pas asnjë dokument, sepse dhe ju kam deklaruar këtu se përfitues nga hakerimi ka qenë Edi Rama, një gjykatës, Ergys Agasi, dhe e kam listën aty se kush kanë qenë porositësit e tyre, po tani del fakt, s'ka asnjë rëndësi se Arnoldi Rokaj do t'i raporton të direkt Rams. Pra kishte numrin e kryeministrit dhe do t'i jepte si ariqin e parë atij për faqet që kishin hakeruar. Ky përbën një nga krimet më të shëmtuara dhe më të rënda. Ky është një implikim madhor i Edi Ramës dhe unë kërkoj dorëheqjen e tij urgjente. Të dashur qytetarë dhe qytetare, shikoni pra se si kreu i organizatës kriminale të ekzekutivit shqiptar kërkonte të vidhte dokumentat sekrete të hetimit vetëm që të mund të kontrollonte këtë proces në mënyra të tij. E dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë akt kriminal, edhe njerë kërkoj largimin e njëhershëm nga detyra e kryeministrit, sikundër u bëj thirrje shqiptarëve të marrin në dorë fatet e ligjit dhe kushtetutës në këtë vend